Pse është e rëndësishme terapia? I ndihmon fëmijët në zhvillimin dhe në rritjen e aftësive komunikuese, si verbalisht, ashtu edhe nëpërmjet metodave alternative jo komunikative, siç është sistemi i shkëmbimit të figurave, i njohur ndryshe si PECS. I ndihmon fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre sociale, ndërvepruese, në marrjen dhe dhënien me njëri tjetrin. Redukton sjelljet problematike apo sfiduese, siç mund të jenë agresioni, hiperaktiviteti, apo sjelljet me natyrë përsëritëse, duke përdorur në mënyrë të vazhdueshme metoda përforcuese. I ndihmon fëmijët gjithashtu që të zhvillojnë aftësi praktike jetësore, siç është procesi ushqyerjes, i veshjes apo menaxhimi i rutinave të përditshme. I ndihmon kujdestarat apo prindërit që të mësojnë strategji të reja të ndryshme, të cilat mund t'i përdorin edhe në ambiente të tjera të jetës së fëmijës, ashtu si në familje. Përshtat dhe zhvillon aftësitë individuale të secilit prej fëmijëve në plane të individualizuara. Sa më i hershëm, i rregullt dhe i dhënë, i ofruar nga persona të mirë trajnuar të jetë procesi terapeutik, aq më efektiv do të jetë ai në zhvillimin e fëmijëve.